Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arjan Curi nga prift në Opinionist. Pse i larguan nga kisha? Arjan Curi, alias Alex Curi, është pjesë e skotës analistëve që mbarsin mushkën darkave nëpër studio televizive me informacione të dorës së parë, gjithnjë sipas burimeve nëntoksore me prognoza për çdo temë të mundshme, qofshin këto spak, skajesi, arrestime, lirime, shtrëngime e shumë të tjera. Një gazetare skrupuloze e Kronikës, e cila për 5 orë kishte ndjekur me laps të letër një seancë gjyqësore në GKK, në darkë ishte mbetur fort e manitur kur i doli Curri në ekran, duke komentuar me kompetencë seancën, me detaje që nuk kishin kurfar lidhje me çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Më 29 nëntor 2023, shumë çështje ndodhen, të kujtojmë këtu vrasjen e Liridonës apo çështje të tjera për të cilat Curri ka folur me kompetencë. Në një kohë kur vetë organi akuzës ishte i paqartë, Curri ishte i qartë. Por shumë informata të njohura apo pak të njohura bëjnë me dije që Alex Curi ka qenë pjesë e priftërinjve ortodoks në Konservatorin Kombëtar të Athinës, ku ka shkëlqyer si tenor dramatik në korin e shkollës dhe më pas si prift pranë kishës ortodokse. Para se të aktivizonin në universitetin privat dhe mandej në emisione televizive ku fliste për tema të ndryshme, ai ka qenë i mbyllur disa muaj në manastirin e Ardenicës, vend i cili vizitoi shpesh nga Vangel Dule, një tjetër person i cili i ndiqte këto sekte. Gradualisht linja e priftërinjve infiltroi Curin në emisionin e Zonës së Lirë, ku ka qenë dhe emisioni i parë që ai u përfshi mediatikisht.